Kompania IPA Group përuroi mbrëmjen e së njëjtës në një ceremoni zyrtare linjën e re të prodhimit. Me një eksperiencë gati 3 vjeçare në treg, kompania me vendodhje në Durrës ofron shërbime paketimi dhe kuti kartoni për biznese e fabrika. Me një gamë të gjerë produktesh që mundësohet nga 5 linja makinerish moderne të automatizuara. Fjala e fundit e teknologjisë, kompania ofron për klientët produkte me cilësi të lartë dhe çmime konkurruese, ndërsa përgjatë këtyre viteve ka gjashtë stafin. Ishte një kompani modeste që shfrytëzonte domethënë resurse natyrore mbetet për të bërë paketime të ndryshme për industri të ndryshme. Aty ne kuptuam që ishte një biznes në rritje, tregu kishte kërkesë, shumica vinin të importuara paketimet nga jashtë shtetit dhe gjeti një hapësirë në treg, që menduam ta zhvillonim akoma më tej edhe të rrisnim investimet në këtë sektor. Tani jemi gjashtë që nga 2023, viti 2023 që kemi nisur IPA Group, edhe po vazhdon të rritet. Së shpejti kompania po përgatitet që produktet e saj cilësore t'i eksportojë në tregun ndërkombëtar. IPA është hapur në vitin 2023 dhe deri më tani kemi qenë riprodhues të kartonit. Për shkak të kërkesave të larta dhe bashkëpunimeve që kishim me bizneset dhe bashkëpunëtorët tanë, menduam që të bëhemi prodhues vetë. Në një të ardhme shumë të afër që të vazhdojmë edhe me bizneset dhe bashkëpunëtorët jashtë vendit. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, ishin të pranishëm ekipi drejtues i kompanisë dhe partnerë të biznesit, e pozicionuar në zonën e flakës në një sipërfaqe mbi 10.000 metra katror dhe një staf prej 40 punojësish. Kompania IPA Group synon të sjellë për tregun shqiptar dhe jo vetëm një mënyrë inovative paketimi përmes kartonëve të qëndrueshëm.